Për një është një klim në rrjetet sociale që çkado që ti prek rreth Albinit mund më të fundos. Njerëz çaq shumë që e dojnë ose çaq shumë që kanë simpati për to, në momentin që thësh ai veç ai imiton, s'ka lidhje çka thu. Ai mendon që ti ma ke përqesh, edhe hin çon me kështu. Ai është kryeministër edhe i këtë Kosovës, është kryeministër edhe jam. Në momentin që thu nepotizmi, ata që vet kanë shti dikon të vetin punë, dikush ka mu prek, nuk bojmë kundja për individat caktuar. A bazohemi te dikush? Normal që bazohemi te dikush. Qef serin nga banula. Kam një shok manullës, po thot vetë besh ato çat kena bëu ose që bëna nguc. Po një projekt sa do i mirë që e çet kesh luftën tonë, unë nuk kam pjesë e saj, unë nuk marr pjesë. Po ashtu edhe çështet e besimit, kam qef me rujt vetën a pjesë. Lypjen skena eksplicite edhe pjesës nudo e kështu i iki. Qa studion? Aktrim. Qa bosh? Aktor. E qa punon? Filma, seriale, teatr, aha. Jo të veta kështu qa punën. Dhe më dhënë s'ta llogarit ke punë. Pra, unë nuk kam produkt me shit. Unë nuk kam thyrën tem. Unë kam mënyrë, model, kam babën tem. Tash më të ndjerë, kam e tentu, mu bo babi mirë, edhe mu bo bab që shu kam baba em për mu. Ai kam rri në nivelin, une me pas dëst. Kam rri në nivelin që une nëse kum pi kafe me babën, mos më mungu as shoshni, as kërgjë tjetër. Në pjesën familjare që i tu të ngrus, vallojnë, edhe aty jena këgja kesh me përsinte, tash për na bje kesh edhe këty në kamermana dhe në bura dhe une. Apo një miljan. Tupo. Shpresoj që nuk kam shtel me kesh, deri sa të kry bele që të hyre. Kështu që përshëndetje miq të gazetës Demos dhe podcastit Tupo, mirë se po takohemi edhe në këtë të diel. Ju rastisht thash që inshallah s'm shtem me kesh, se unë s'muna më përmbajt me çet person që është sot me mua, kështu që kush tjetër pas Alban Rexhaj, aktori i mirënjohur ose super viral i momentit, kështu që po kalojna direkt te Albani. Përshëndetje Alban. Përshëndetje. Se kesh ka tut namës po fol në sa ne po shtem me kesh në start. Ja, kështu jena ma të kujdesshëm. Nuk e prishum, sidomos pjesën e xhirimit e dim rëndësinë shujna. Nali po thua. Po, nalim. Po mdoket që kështu kë ke maj qet. Po, zakonisht njerëz që më thonë çuditën me mua kur më shohin se bjen më taku me njerëz që ma bojnë jep çere burr, çfarë po rën kështu. Unë tash s'më menaj gjithë si në rolla, dhe më njëm tash Albani. E kështu jam normal, jam pak më i qetë. Edhe me nona pak qa po flas, nuk jam bashkë si në roll që veç hi. Shka të që kom vjen? Po, këtu më nona me konë sidomos që pjesën e daljeve publike, kështu më nona mësë më haparesh shumë. Kështu shqip, mësë më haparesh. Qëto po du mu lidhë dhe në njëherë si fillim, po më intereson me ditë çka do dhe në Albani prej një rolit që veç e lunë. Se ti nuk e lunë një rol, po shumë role, edhe të pyta paraprakisht dhe a e ki vështirë që të pjesë, dhe më thonë me lujt shumë skenare të ndryshme, po çka dalë në Albani prej që aty në skenareve që i ka? Dalën gjithë shka, adem më ka ra me lujt, ka në rol në ashta që është maj parafërt me mu, po kryesisht janë role që janë kejt kontra meje, edhe që kjo është ajo pjesa që njerëz t'i bën konfuz, që mësot më të po në ekran shumë hiperaktiv ose roli shumë që ato e bën më një mirë, e kur më sheh live, unë jam që thash jam maj qetë, maj përmbajtun edhe që kjo pjesë tani e tregon ato që më bjen me lujt role që janë komplet jashtë Albonit. A ka raste kur nëse takohesh me dikan ose në rreth shoqëror ashtu që presin që ti me folje me majt muhabetin, me shti me kesh? Kjo ndodhë në ndëm, domethënë, vazhdimisht e kanë ato hajde. E tash ti shpesh herë prodhon situata cikletshme se nuk ka që unë rri me skenar në stop me vete edhe di me majt çdo neje. Kupton, ashtu ne herë me konaj batuta aty këtu, po jo me konaj farë qërkuzi nejes. Mos më thuj që e ki edhe jo aktor të keni që pjesën si këngëtar, kur ti thonë hajde këno diçka, nuk di çka me kënu. Po, e vërtet është, bën diçka tash ti, ose thujnë, bo ma filan rolin, ma let e ki këqërë në YouTube, bëllaj e originalin, e kena bo me skenare, me krejt pregaditjet për mu bo që ashtu, sa me ta bo kështu se ka raste kur tani ti e bën, dikush se kupton, edhe është situatë shumë sikletshme. A të ndodh me herë qëto me bo diçka dhe mësë mju kesh dikuj me andeti me meqë? Më ka ndodh, në kalumën sidomos më ka ndodh këgja. E tash ti nuk po bi fort në ato gratë, s'ka mja nisë me bo kërgjë. Tash vish s'pi bëj. Çka që tin me bo ma shumë po më intereson kështu? Po kryesisht është kjo pjesa e imitimeve që njerëz janë gjalli par kurreshtje, hajtë bëma qëto, bëma këto, edhe ma herët
e kom pas ato që në rreth e shoqnore edhe jam qel, tashmo jam kogja më i betonizum, nuk qel na shumë në përnaja për shkak se më duket sigur me shfrytzu dhe me kur i kam ato edhe pe moj nejo nëse po du më përlypi vëmendje nuk më pëlqen ajo. Edhe tash edhe mundet me ndodhë që e situata që dikush se kupton edhe ti jetë keq, kështu që ma mirë heq. Ka ne kishe emitu? Pa ka lute dikun tjetër, na? Qonë nuk jam ka du me thonë që ta ose që ata? Jam pak mu ka shtirëzoni pak. Prej epizodës fundit pak edhe jam ftof, nuk po nxerr as i këngëtar që e kanë. Se këngëtarët e live-it e kanë vazhdimisht thotë që jam pak i ftofën, po unë po vrena pak që e kam zonin e shterën. Çka tra herën e fundit me luq që ta kanë shtel zonin? Halo nuk u dal epizoda. Këtë del epizoda për një me pa. Po këtë pas ke bërtit në isaj, shpa po me imaginu çka u kon viral që t'jam. Kemi pas ashtu me bërtit edhe kesh në gjerim pak i lodhën prej një ditet ngarkume me aktivitete tjera. Edhe që ashtu i ra puna e hupazonin, pak edhe ka ndiku edhe ftofja tash ndrimi i motit, po nuk jem në gjendje me bo kur gjë. E merr vetën shumë shpejt, kështu që mirë është, nas nuk mënojnë ama shumë. Ti vetë hyne ka kjo pjesa e projekteve, te projekti i fundit që veceni të e bo logjikonominë, që për menimin tem është projekti më i qëllum që është ka bohet në televizion, në media, në rrjetet sociale, se për një me kena pas nevojë për një diçka që na ka shti me kesh, në shavisht të i këshyra aktor, t'i vjen me kesh edhe ti, ose e din që kanë me bo diçka. Po që sherdh ideja e këtij projekti? A u konë prej juve të treve, a e dikuj tjetër? Ideja u konë orti me fisin edhe e kanë diskutu me granitin edhe me agonin, fillimisht. Si ide me bo diçka me bo një emision humoristik, komedi, që ka kritik, që ka kungja ka pak për disa fenomene, edhe kanë diskutu me bo qysh me bo, më fillimisht që më konë unë pjesë e emisionit, mandej më kam propozu këta kolegë këta Agone dhe Graniti, edhe kur jemi taku për herë të parë me folë për këtë ide, u konë një emision diçka që as vetë se këna ditë sakt çka po lypëm, edhe kena bo një pri 4 versione në 75, tu e provu ka pos formate tjera logjikonomia, derisa e kemi gjetë që të format që ka funksionu, edhe mandej kam rri qashmirë të publikus, o që tash kam rri më bo një farë fenomenin veti logjikonomia. Për një temë që e trajtojmë na, logjikonomi, njerëz veç kanë prit dikush me trajtu, po nuk u dalë kërkush në ashta me folë për ato, edhe tani dikush preket, dikush spreket, po ideja u kone e tyne fillimisht, edhe mandej ka marrë një formë që ka marrë, po shpranu shumë mirë edhe jemi shumë tuni shumë mirë që përbojmë diçka që për na i vlerëson mundin popullit. Ti e përmend edhe vetë që ka pak kungja, dikush preket, dikush spreket nuk janë in, e ju për një me merrni me tema çaq virale të momentit, sa që edhe nëse lëshojnë e farkungji është shumë i lezetshëm, sa që mu për vetë më vjen çudi pse mundet më prek dikush. Po, edhe pse tash duhet me cek edhe këto që ne nuk bojmë kungja për individa të caktuar. Pa e thuj këngj. Nuk prekum ose nuk merremi me individ caktuar. Pavarësisht që mundet me konë ashta si model, po na flasim kryesisht për fenomene. A bazohemi te dikush? Normal që bazohemi te dikush, po nuk e kemi 100% ose mu marrë veç me to se individ me emër mbi emër. Te imitimet është më apë tjetër, se e imiton një filan njeri. Ajo është decidivisht për ta. Po kur flasim për fenomenet, nuk e di sakt pse njerëz reagojnë, më duket e parashtyeshme, se është tek e fundit një emision humoristik, satirik, s'ka nevojë mu prej kërkush, po që nashta edhe popullata ka dalë mësohen edhe me këtë formë. A menoni që për me pak me një farë forme jeni t'ju jep krah ose jeni t'ju përkrah çta njerëz që nashta bohen viral, po ju jepni edhe në çtyne bohen viral halo më shumë, so që pse më dal tani më thon pse u morr me mua çështo. Po çashtë. Po jo, na për ata nuk e kthejmë rrofshin personal me kërkan. Na folëm për fenomenin, përderisa është fenomen i sen, pse na mos më morr me çato. Po jo pse është një individ çatje edhe na me sulmu ato ose. Cili ju konë është da një rast që për një me u prek dikush edhe ju ka kontaktu direkt pa emra, po që mënyra se qysh ju ka thonë është edhe juve ju ka prek pse reagoj qështo? Ka pas disa reagime në TikTok, video të doshtë me nashtin, atë farë
e thash edhe në një emision tjetër, të dashme në ashtin atar vorbullën e TikTokut, mi anis me lçuk disa me pësim në atë stad. Na thjesht lasëm për fenomene dhe nuk është që kena me bo një epizod tash me ja kthy dikujna. Nuk është çajo poenta. Poenta është me fol për një fenomen. Pavarësisht çfarë është. Kena prek, mendoj që i kena prek gati këtë fushat e mundshme. Kena prek politik, shëndetësi, arsim, këtë çka na rrethon neve na jena mënu mi prek si fenomene, jo individualisht ose dikush ka mu prek. Normal është. Se të edhe kur tu epizodën e fundit e patëm nepotizmin. Në momentin që thu nepotizmi, ata që vetë kanë shti dikon të vetin punë, normal që ko mu prek edhe nështë ko me reagu. Po kjo s'është që ja këna bo dikojna me amër, thjesht këna full për fenomenin nepotizm. Cila është një temë që nështë Që në Kosovë se ekziston, po që, jo, që ka. Zoti mos e bof, ka arë nuk e dja, soj. Jo, po më interesant cila është një temë me cilën nështë ke pritu më mirë, ashtu dhe ka arë zërë me thonë atë po pe bëj. Zërë, jo, ka momente në ashtë atë cikletshme, sidomos për politikë, kur flasim e kështu, sepse është ajo, për mua është ajo gojlja, mos po t'ingëllojmë të anshëm, gjë që nuk është misionin tonë me majtë krah dikujt. E mujna me kritiku këta që të epizodin tjetër me kritiku edhe këtë tjetër. Sidomos kër u konë fushata zgjedhore e nivelit nacional, i kemi bo secilës parti ka një epizod që mos me pas kërkosh hatër mbeti. E citojnë ma cikletshme kur ti fol për një, ose imiton një politikan ose kështu, e dush me konë shumë i kujdesshëm mos po rrshqet dikun, e del diçka që e qet keq ose e fyn ose e përqesh, nuk e imiton po e përqesh. Mundohemi mos me i përqesh. Mi imitu thjesht mënyrën që folën, po tu kanë të kujdesshëm mos me tingëllu kes të njerëz. Ti e kemi tu edhe Albin Kurtin. Albinin po. Atë kara mu taku në herë me to, a veç në sa ki po? Kështë në distancë po, me pas kontakt nuk kemi pas hala. Po më nej, a është kryeministër edhe i këtë Kosovës, është kryeministër edhe jemi, por nuk kemi pas, nuk kam raport me të kështë privat. Nuk besoj që u prekaj, se është intelektual qaq me kuptu që është imitimi edhe po besoj që qashtu e ka marrë. Qyshe priten audienca, ose nëse të kara mu taku me njerëz masi që është publiku qajo, po më interesant cilat janë konë shprejet e tyne që ti kanë thonë ty, ose qysh ju ka duk, se për një me këgjaj për afert me të e konë. Po, kërë kom me imitu Albinin nuk konë prej epizoda, kërë kom me imitu prej hertë barë. Nuk konë prej epizodave që kom prit me këgja stres. Jo për faktin se kom imitu Albin Kurtin, po për një me është një klim në rrjetet sociale që çka do që ti prek rreth Albinit, ti mundesh më të fundos. Sado që mu i me thonë që nuk më ndikojnë komentet, prap jam njeri edhe emocionalisht më të më prek kur e shoti për shembull 1000 komente më të shoh s'ni është mirë. Pavarësisht a menon si ta menon. Po fatmirësisht nuk kom pas reagim të tillë të njerëzve. Dikujt i ka pëlqy, dikujt si ka pëlqy, po komentet këqija edhe fyse nuk kom pas. Mendoj që çaq ka mjaftuar për mua. Që mos me ardhe te ai momenti që ti demoralizohesh për këtë zanati pse ti ke bëu dikan. Kështu që nuk më ka ndodhur ajo. Ti e përmendën që pjesën që me u mirë me Albin Kurtin me një farë forme është një grop që atë që për një me direkt në u kapën nëse veç merrem me to. Pse mendon që është ky në Kosovë? Nuk e di, nuk më i dhon, po flas për mendimin tim është nështë skena politike është janë nxej gjaknat. Edhe janë do në pole ekstreme që nështë edhe s'ka nevojë me konë. Na mujna me vazhdu me konë i njëjti popull, veç me pas mendime të ndryshme, edhe kjo s'bën me i pengu kërkujt, sepse e kemi zgjedhur vetë sistemin demokratik që secili me pas të drejtën në mendimet edhe të shprehjes. Po që është një ushtri, edhe nuk mendoj që nështë është e orkestruar me dikujt, po thjesht njerëz çaq shumë që e dojnë ose çaq shumë që kanë simpati për to, momentin ky kon mendimi jam, momentin që thosh ai veç ai imiton, s'ka lidhje çka thu. Ai mendon që ti ma ke përqesh, edhe hin çon me kështu, mirë që s'ka ndodh, po a ka pas gjasa me ndodh, ka pas. Edhe nuk është mirë me ndodh, se ne jo veç në raport me mua, po në raport me kërkën tjetër se çdo njeri
edhe nëse del me fol kundër dikujt, nuk s'mendoj që flet kundër si person, po i flet kundër domenimeve ti, qasjeve ti, edhe duhet me u kuptu si e tillë. Po pse nuk di me i dhon përgjigje saktë. Ndoshta po mendoj që janë nxehë gjaknat politik, janë ndoshta zgjedhje shpesh. Marë unë, çdo 3-4 muaj. Tash ka nisë, domethënë më na pëlqy kjo pjesa me dalë zgjedhje, ndoshta edhe na mungon tani dikur murahatu, s'po dojnë rahati, po dojnë. Po mdoket po na mungon ngjyra ngesht. Po e po dojna me po kështu më. Diçka ka, po nuk e di pse, sakt, po më mërmenja që kjo. Po do më lidh pak te Banulla. Çka patë të veçantë Banulla? Edhe ai çu pa emrin more. Qefseri. Çka pat? Qefseri nga Banulla. Vallai më thon drejtën, unë nuk i përcaktoj emrat e personazheve dhe kështu, unë i bëj rolet, po për atë pjesë është skenaristi Ordi, ai ju ka kujtu që është një tip i Lipjanit po fol si Çipnisë edhe Do më thonë që njëri ekziston për një mekja? Jo. Ai ka pas ide, si skenarist. I ka pas idenë me bo një tip që është i Lipjanit, po që flet si Çipnis. Tani Banulla ju përshtat ke si këta Çipnis që llojën e përdorin marrallsen, a? Nuk thojmë Banull, po Banulla. Banulla. Edhe dul mirë, u pëlqyte njerëz edhe çashtu ka met, nuk është që jena morë me dikën Banullës ose diçka. Se ka pas si komente pse po na ngosni përmes njerëzve. Ma bëj ka ro për shembull taku me dikon, ma bëj ke kam një shok Banullës, po thot vetë besh ato çat kena boze që po na ngos, po s'është sukon ajo që një dikon personalisht, po thjesht ju përshtatje temës edhe kena përdor. A ka që si raste që për një me të kishet me vetën gjatë kohës se i të bo ajgare, se për me vrejhet, nëse më falë nëse e qujtë ajgare, po dëqysh jemi një farë forme të lujtë diçka. Edhe a ka që të kishet me vetën se ka njëherë nëzinish kështë të kishave? Po. Çka në buza pak? Pjesa ku keshi gjatë pjesës ku të full është zakonisht na përveç skenarit që e përgatitëm edhe temës edhe ketë, Ordi është çaq kreativ so që gjun diçka aty për aty na jena mësu e nin Ordin edhe direkt e interpreton çato. E ka një herë çaq më keshët pe llafit tina se që nuk muj me përmbajt vetën edhe më plas me kesh ka dhe na i furet mirë që e di edhe para prakisht, po kur vjen te çajo kena kesh në prova tani më jet edhe nxjerrim me kesh. Tani të keshët halo. Më keshët edhe nxjerrim edhe ka momente kur edhe kena lshu vetën s'kena mujt mu përmbajt, po formati logjikonomisë e dora në dhe qatë. Atë ka me taku në e kanë Banullës, su që të ka nalë, në ashtë direkt, po të ka thonë, pësh ka të bona marë burën, Jo, përmes njerëzve po vetë shu s'm ka ro, alo më thonë dikush pse, po ne kena përmen Banullën, kena përmen shumë treva, do më thonë, katune, qytetet Kosovës, që me nis ashtu i bjen me secili më pënon rrugë për diçka. Po jo, fatmirësisht njerëzit e kuptojnë pjesën e komedisë edhe logjikonomia është që është për shkak që saj, që keti ngucëm ka pa. Edhe tani në fund dal mirë. Dal mirë. Pranushëm. Cili është në rol që Albani i kishton ju, ose i ka thonë ju, që nuk ish mujt me përqafu kur qysh qatë rol? E kom cekë edhe me një vem rolet që mbi ndesh me parimet e mia, nuk se kësha pranu me lujt. Pavarësisht është projekt i madh apo i vogël, secili njeri ka do parimet veta. Na edhe pse jem aktor, nuk do të thonë që detyrohemi me lujt. Ai ta bën ftesën, ti thu po ose jo. I kam disa parime të cilat nuk i shkelin këtë pikë. Për shembull me kon një projekt sado i mirë, sado ndërkombëtar, po që e çet kesh luftën tonë, unë nuk kam pjesë saj, unë nuk marr pjesë. Është pjesë e parimeve. Po ashtu edhe çështet e besimit, kam qef me lujt vetën në pjesë. Edhe pjesë të rolet ose disa zhanre të cilët lypin skena eksplicite edhe pjesës nudo e kështu i iki maksimum. Nuk unë pas oferta drejtash, po edhe në rast që kom nuk jam i gatshëm edhe nuk e ndit nevojshme me kom pjesë që saj. Sa është e vështirë pra më kon aktor me një farforme, të pas parasysh që të ofrohen role të ndryshme na desh tash kem të fol për role të cilat veç që ke bo, po gjithë secili u kon rregull përderisa te ke pranu me bo. Po sa është e vështirë më kon pra, të pas parasysh që të bjen me komuniku me gjithkan, të bjen me pas gjithçka përpara që me dash me bo, se me u dash me bo. Po, normal, është e vështirë për shkak se është sfidë në veti, çdo rol.
Telegjikonomia janë copëzat roli. Janë në fakulteti kene quajtur skicat karaktereve. Nuk është që na kena kohë mu thellu se kur e punon aktori një karakter caktuar, një personazh, e merr ja shkruan një farë historie që ti mendon që i rën bashkëpunim me regjisorin edhe me skenaristin, e bën ja krijon një histori këtina, futesh në të, e kjo si proces është goxha i vështirë. Pra, për ata i quajta këtu logjikonomi si skicat karaktereve, sepse është format i tillë që na s'kena nevojë me u thellu çaq, se për publikun nuk zgjon ai kanë interesi e pjesë. Është show 30 minuta, çat show e bën ti si një skicë karakterit kaq. Po të qenit aktor në role më të fuqishme ose në projekte që janë serioze, seriale ose filma, ajo do një angazhim tjetër edhe është e vështirë sepse ti dosh me hi në historinë e tij, në përjetimet e tij, ato që ai ka shkruar skenaristi ose ato që ai ke menduar ti, me hi çaq shpellë për me mujt me nxjerrni një rezultat mirë në film, teatr ose kudo tjetër. Kjo e bën vështirë si profesion, edhe mandej është edhe kjo pjesa që ti nëse ki edhe kritere shtesë, e bën tani edhe më të vështirë. Për shkak se nuk shpranon me luj gjithçka. Unë mendoj që secili njeri ka kritere, pavarësisht që disa thonë që unë jam aktor edhe do të më luajt krejt, nuk mundesh mi luajt bashkë krejt. Se dikun ka me lyp, ka me pas dikush një kërkesë që ka me të prek diçka të ti që ti s'don me prek sa pjesë. A kam ndodhur ndonjëherë çast shumë hin rol, që edhe masi janë kry xhirimet, ka përfunduar projekti, dyqysh e keni pak mrena vetes na shtash ata. Me tregu drejtën, mos me fullirall shu para kamerave, jo. Jo, për shkak se nuk kam pas edhe shumë projekte ashtu shumë serioze që me hip me orë punat qa shpellë, edhe janë ato teknikat e aktorëve që i përdorin, po nuk më ka ndodhur. A ka një aktor të letë? Dyqysh ke pyetje ke pe autit në lujt, korner, jo s'ka po dyqysh lidhje. a ke po sa letë ka një aktor, dyqysh kur nalësh edhe kështu kjo- ka mirë ka po të vinë ata letë vëlla. Po kjo teknik. Për që ata mendoj që shkollimi që të punë t'i bën se talentin s'ta shton. As nuk ta hup, as nuk ta shton talentin, po thjesht i mëson teknikat që shtim me i përdor ato në profesion. Edhe pjesa e të qajturit, edhe me kesh është më zërë se me kajt. Oh. Me kesh me zërë është më zërë se me kajt me zërë. Se dyja janë teknike, po me kesh me zërë dhe më duk mirë, është këgja e vështirë. Është hin punë diafragma, janë do procedura. Te pjesa të qajturit përdoret për shembull një histori që të ka ndodhur, është teknika me mojt syt hapën, deloti vet, e të tjera. Pra janë teknika që ushtrohen edhe bëhen. Pra nuk është ndaj farë dhuntie e veçantë. Do me thonë s'ka ka nëjë sen, vish po fokusojsh i dikon apo del kanë lëtë. Është një prej metodave. Okej. Dikush e ka me histori të kaluame, diçka që ka bëmë një keq, dikush e kamuflon ndryshe. Në teatr është ka shumë kollaj, me zonë kamuflon, mjafton mos më të paftyra, kështu që janë teknika. Po më intereson, ju si aktor, a e vreni dikon kur është të aktru? Ose a e vreni dikon kur nuk e ka për një me? Ose a din qëndrimi, e folmja, sjellja, a i vreni shtu sene? Pa i po. Edhe prej momentit që regjistrohesh në akademi, po flas si student, fillon mi po pak senet me sy ndryshe. Nëse të tjerët e shohin si publik edhe janë të shiu ngjarjen, ti pak lidhesh me ato çysh është të e lujt aktori edhe çka kish mujt me bo ma mirë. Që kjo është nështë aq ajo që ndikon profesioni. Edhe mund është me i vrejt nështë atë ma shumë se sa një njëri, spequj një njëri thjesht në kuptimin e keq, po një publik i intereson në storja. Edhe përderisa storja ai lidhet me storjen, fajn, në rregull. Ndërsa te na është një deformim që ta bën profesioni është secili aktor ti mund të më tikën ashta storja, to këshyr çu ka e lum. Do bën shumë përshtypje edhe nëse dikon nuk do këtë real, pak janë nisë më të munu, se e shem atë synin qysh e kisha bonën, për shembull. Ose edhe dikush kur të lujt mirë,
këtë knaqë është e pa. E shijan shumë, se është ka helun. Ta mën që ashtu që shty kishe dasht. Po, ose i lakman, që kam rritë që të nivel pelun ka që mirë. Sot një mënë shkolla në që drejtem pra. Ose, se për të më lidh tani të një pyetje tjetër, por që të njëra për të me të pyet, sot një mënë shkolla për mu kriju ashtu profesionalisht. Po, qëre fakulteti të kanalizan. Pjesa studimore takon ty. Ata ti mësojnë në rrugët, e jo t'ja është dhe sa largë që, me punën tonë. Pra nëse profesor në akademive të ka thonë, po e za shembull, profesori i diksionit thot ki probleme në diksion, nuk po kuptohesh, nuk je i qartë në artikulim, mjafton që ai të ka tregu që si e mirë, ti ka gjetë defekte, thot kjo këto, ti ka dhënë teknika që është përmirësohet, është e jotja se aktor, si student, sot ti dënë me përmirësu vetë. Pra, për që ta mendoj që akademia ti mëson të kanalizon qysh është profesioni, mandej është në dorën tonë ti sa dën me punu me vetën edhe me që. Mandej edhe te çështja shijes, mendoj që edhe shijen ta skalit kogja mirë fakulteti, sepse shumica e atë programit fakultetit është për teatr. Edhe teatri është vazhdon me kon më i vështirë. Nëse më rrin me kon teatr mirë, edhe pranueshëm edhe me kon aktori mirë, në film është teknik tjetër që përdoret, po e më rrin më kollaj. Kështu që ta skalit edhe shijen, edhe ti kallzon rrugë që mundesh më përmirësu më më i mirë. Mu po më interesar me ditë, momentin që ti ke vendosë, se po më keshin kamermanat pak me mu, momentin që ke vendosë me studiu, çka kanë menu rrejthe? Çka të kanë thonë rrejthe? Që kjo kamermani shto kam shirë. Rrejthe... është keq që ta kalzoj nisan, është keq me pas në pjesë stafit njerë që e njohin të intervistunin se gjithë kalzojnë t'i qka. Po da. Kështu që ai ka me folë pe atit. Së shtë lashe. Jo që na i thamë, po du me më thonë që one kom qitë që të fytje, se one nuk e kësha bo. Ka pas komente ndryshme, kur e më pranu në akademi, prej këtyne komenteve që s'ka me këtë zanotësën bjetan, ku po henjën bo shumë, pse jo që si tjetër që ka perspektive, ka pas komente të ndryshme, ka pas edhe si komente kur i thesha në autobus, se ku më thu gjatë kohë studime, qa studian, për shembull aktrim. Qa bosh? Aktor. E qa punën? Filma, seriale, teatr. Aha. Jo të veta kështu qa punën. Dhe më thonë s'ta llogarit ke punë. Ja, nuk, edhe këtë komplet si zanat nuk ta llogaritin shpesh herë për punë. Dhe të me pas një punë që jam unë vetën, tani këto qysh çkan le çkan. Ka pas komente të ndryshme. Prej familja ngushtë në fakt i kom pas mbështet shumë të ndaj. Edhe kanë besu në ato që akum në përzjedhet e mia. E rrethi shoqënia mandej ka pas të lifare so që ju mundohem i shkëput disa, e që shumë tjera në ashtë dhe i kom harru. Super. Ti për mene që nuk e njohin si profesion, dhe më thonë ta mën si punë sa llogaritin, po sa mundesh me adal me jetu prej qësoj punë, prej shti profesioni në Kosovë? Nëse je aktiv, edhe punën, je aktiv dhe më thonë ki rrugë të ardhëna mujore, po, letë. Është kriju një farë ideje që si të na këthen kamerën edhe atë më anku, unë nuk e shoh ashtu. Megjithatë na duhet me kuptu që jetojmë në Kosovë, që kjo është realiteti unë, nëse e mot profesionin, nëse e mot sa merr një aktor në Kosovë dhe një në Francë me punën e njëjtë, normal që ti kimu një keq. Po dhe nëse është sa ka audienca edhe sa kite, kjo të fjell pak, edhe në qëtë në rrugë. Qëtë në rrugë. Normal, se na i jena 2 milion banor me letra, biletash mi dalë 1.800.000. Edhe ketë më të këshyrë janë 1.800.000 viewsa. Ketë më të këshyrë. Më që vështy më të këshyrë janë 1.800.000. E ata i kanë me një lagje ose me një qytet i kanë qaqë shikus. Kështu që nështë normale më pagu ma shumë, tregun e kemi të vogël, por nëse më rrinë me mbjetun që treg, sa dhe që është bo e vështirë, mendoj që edhe mohësh edhe jeton dignitetshëm. A dhe në këta që thojnë që kjo punë është pagu ma mirë në Amerikë, ose është pagu në Amerikë, sa mundet më pagu një aktor në Kosovë? Nuk po flasë për ty, dhe më thonë nuk të po ta bëj pyetje në direkt ty, po sa mundet më pagu një aktor në Kosovë, ose sa i zhdasht më pagu, që të paktën me jetu mirë prej kësaj pune? Qëre, na
na nuk jetojmë dikun tjetër. Na jemi këtu në Kosovë. Edhe jeton në Kosovë ku rruga minimale është sa është 350 minimalja. Edhe rruga mesatare shkon dikon 400, 500, 600, dikon 700. Edhe nëse një aktore te kalon rrugën mesatare, e që në Kosovë shumicën e rasteve e te kalon rrugën mesatare, unë mendoj që nashta nuk është mjaftueshëm, sepse është punë me specifik. Pra, unë nuk kam produkt me shit, unë kam fytyrën tem. Gjithçka jam unë. Edhe kjo fytyra jam, imazhi jam, nëse vazhdon, konsumohet, edhe mo nuk më vjen të ardhën. Pra, për që ta i bjen që të kohën so paguash, do shumë pagu ma mirë, shtetet tjera e vlerësojnë këtë sen, edhe paguajnë ma mirë në qatë kohë që në qatë periudhën që ti s'ki mu pagu ma, me jetu prap dinjitetshëm. Që kjo specifike e bën që do të më pagu ma mirë. Po prap mendoj që në realitetin ku jetojmë, do të me pas si të tillë që të realitet, edhe mos me jetu me ëndrat Amerikës. Jena qëto, funksionojnë qëto, në që tregun e vogël, qëto e në mundësit, edhe nëse ankohemi vazhdimisht, nuk e përmirësojmë situatën, a nëse punojmë e përmirësojmë, a nëse ankohemi, veç ankohemi jo. E jo, e vërtet është. Por që ata unë e kum zgjedh kudo, nuk është hera e parë që flas për këto tema këtu, po mirë që ra edhe kjo temë, se kudo që jë ndalë, unë kum zgjedh, nashta e kam gabim, po unë kum zgjedh mos më anku. E kam provu ata me ankesë, nuk ka përmirësu kërgjë, për provoj unë mos më anku edhe nashta edhe të tjerat, mos më anku më rreth kësaj çështje. Jo rastisht e lash të fundi me diskutu që temë, po unë e pash me një intervistë dikun që e ke përmen që don me u kon bab i mirë. Sa ke arrit më kon bab i mirë peq asaj interviste, ani pse nuk dyshojnë këtë pjesë heq, mendoj që shumë unesh më kon i përkushtuar, ashtu e gjej një farë mesi edhe me bë punën, po edhe më mirë me familjen tonë në të njëjtën kohë. Unë gjatë kohës, gjatë ditës kam goxha pak kohë të lirë. Edhe mbien fëmijët mi takun mëngjes, kur i çojnë kopsht edhe kur shkojmë i marr, ose në kohë ose kur edhe nuk shmuj me shkumi marr hiç, edhe i gjoj flajt shpe. Mirë po kohën kur unë jam prezent, mundona me ja u jep kohën që ata menoj që e meritojnë. Edhe fëmijët i kam pak të vogël me fol, a jam babi mirë, ose babi mirë se alo s'dihet. Kam e tentu me kriju një relacion të mirë me ta, edhe kur vjen koha me eduku, se tash është alo herët, kanë fillu njëri me fol, tjetëri visom su me ecë, nuk. Kështu që kur të rritën edhe pak që fillojnë me kuptu gjanat, që atër tentoj, kom e tentu, mu bo babi mirë, edhe mu bo bab që shu kom baba em për mu. Që shu kom babajt për ty? A i kam rri në nivelin une me pas dëst, me pas shak. Edhe kam rri në nivelin që une nëse kum pi kafe me babën, mos më mungu as shëshni, as kërgjë tjetër. Pra ma ka zavencu edhe shëshnin. E nëse më rri qëtë nivel, unë ma mirë nuk lipi, unë modelin e kam shpe. Ti e pas këtë më thonë që aty po bazë, shike ka ako në arsyeja që asoj deklarate, po më doket mu. Po, unë edhe aty e kam thonë, unë e kam mënyrë model që më bo prindi mirë, e kam babën tem, tash më të ndjerë, edhe mënyra që shaj në ka ofru, dhe mënyra që shaj në ka rritë, në ka eduku, unë ma shumë nuk lipi pe idealit. Pe djembe. A, do më thonë një kitë të dy djemë? Të dy djemë. A kështë dashtë njëni për ty në më bo aktor? Jam shumë sa se e ku menu në herë. Atë gruja e nguz ka njerë djallin e madh. A ki qef si babi, a si mami, e ai po ka qef si une se po fëmshet televizor, ose vetë keni ditë pse babë thëke po të nolin rrugës me bo foto me ty, pse me mu s'po bojnë. Interesoj ke pse jo me mu. Ati pi pëlqen, po është, që me thonë, përjetimi i fëmis, nuk din s'ka logjik halo me menu kështu ashtu, nëse shoh afinitet, pse jo. Po nuk jam asy, edhe kjo po klishe me thonë, nuk jam prindim për nu, si thëm shko. Po nëse shoh që ka talent, pse jo. Okej. Ti e tha që kur po të nalin në për rrugë, jo rastisht fëmija knaqen, se unë menoj që qaj momentin kur ata keshin, kur ju do këtë interesant, qaj është për një me. Po. Kështu që nuk besoj që është veç rastisht që ju vjen. Kështu që kjo është me një farë forme që ata njihen nashta janë të vegjël për mu një krenar, po me një farë forme veç njihen kur e din që babën e tyne e dojnë që ka qonë. Po, ja, ato veç ka fillu, se më thëmë djalli është 3 vjet e gjys, halo është nashta i vogël me i kuptu disa gjona, po ajo i ka bo përshtypje, sa i na kon bashkë me të, që njerëz kanë lyp foto ose kështu.
E në vetë dha pse dha po me ty me mu ju. Ai që vjet dita që kanë me vota me ty. Shpresoj. Kështu Alban përfundon ka duhet vetë çka janë planet, a doni me vazhdu hala me logjikonomi, a do me bëj diçka tjetër, se e di që lekun edhe me seriale të tjera, nëse nuk gabona te hetuesia, nëse nuk po gaboj me emrin, kështu që ka kena me po Albanin. Albanin logjikonomia është projekti i cili po ecë mirë. Edhe jemi të vazhdu me qenë aktual, për derisa është në qitë pikës nuk e besoj që nalët, edhe as dojna me nalë sepse edhe na pendim knasi. Te logjikonomia, edhe pse nuk është dorën tem, kur vazhdon e kur nalët, po prapë thamat mendimin tem. Te logjikonomia tash jena edhe te jeta në qeft, kemi fillu me sezonën e dytë. Projekte tjera nuk kam diçka konkrete, po që mundet me ardhë. Po edhe që shtojmë këgjaj shumë i angazhum, vishallave që jam rrimi adoj. Se po për të ardhme nuk di, ku morë pjesë disa epizoda të Shtëpia e Madhe, të një serial shumë mirë që të e barë Janiti, një nisëm shumë e mirë, për me ndru pak nivelin edhe mënyrën e të bëmit serial në Kosovë. Edhe, që me thonë, jem konë shumë për krasi madhë i Arjanitit edhe ku morë pjesë, ma ka jep mundësin me konë pjesë e disa epizodave. Kështu që na kur nuk e dim çka na pret e ardhmja, nuk jemi si këngëtarët me rezervu dasmë një vjet përpara. 3-4 vjet përpara. Ose 3-4 vjet. Po, ne e kem ma sa vendodhen ma shpejt. Ti e përmeni jeta në qift edhe për fund për një me më ka du me përbyllu e qëta, sa menen që për një me burrat në Kosovë munën më konë qashtu si një jeta në qift? Se për një me u shkëllon një farë burri që nështë nuk ka kry shkollë, po ka pare, dhe ta një vesh pëse ka pare jetësin këta senet. Vallaj një përqindje kogja konsiderueshme janë në pjesën e biznesit, mësi po thu. Edhe në pjesën familjare që i tu të ngrus, vallaj, edhe aty jena kogja kesh me përqindje, tash për na bje kesh edhe këti në kamermona dhe në burra dhe une. Apo një djem. Po du me thonë, tash që kjo është realiteti i kohës tonë, edhe na e pasqyrojmë në serial, mundohemi me pasqyru qysh është, po nuk i shumë realiteti i asoj që a thujmë aty. A njihesh kesh për gjithosh që për një me burrat janë kajtu të ngrave? Paj keq. Zguzej me thonë një keq, se të ne gruja më këqyrë dhët, e ti si të vëtësh. Jo, sinqerisht nuk menoj që do të më të udhërën kërkush kërkojnë. Nuk ka qenë rregull as metoda e kalume kur gruja ju ka të burrit me vetë shëki emrin, ka shku jetë atë e thirët i njeri, se ka këtë mjë drejtu në emrin, edhe kjo së konë mirë, po edhe kjo varianti tjetër tash, se është po sfid, për disa raste, që na bjen me po, është sfid. Po tema që trajtohet që aty për një me është çka na bjen me po, të më thonë me një farforme, me pas pare, më ko shefi e një kompanije, po e qëj kështu, me pas grunë të shtëpia, me pas një femën tjetër, dikon, a më nënë që është hajlon Kosovë që kësan? Të vetë din. Ja, unë nuk di kësë sen, unë jëmë të shkazutar. Ja ndodhin këto sene, fatkesisht ndodhin shumë plot raste që njerëzit kur të bojnë pak biznese, kur të bojnë pak emën, e kështu tani fillon, që me thonë, mos më një mora rahat me qatë familje që e ka dhe hen pak aventura, nuk dalin mirë zakonisht, nuk është rrugë që qëtë mirë, po njerëz të zgjedhin, nuk e di, nuk më i kuptu në ashta sakt pse, po që është e kanë. Po ty serial hipotez, po ta një vërta? Na në serial që të punë e kem, edhe me që të zanot që të punë e kem, qatë shohëm, na e qesëm televizor. Me që ja po një konvencë, në seriali o konvencë, edhe e modifikojmë pak, po realiteti është qatë. Vesh më du me ditë edhe të pjesa e komenteve për qëtë serial. Se unë besoj që është seriali që ka mas shumë të komente. Ose nëse të ka ramu taku me dikana, ka thonë na morën qafë që trajtu që temë. Jo, po më nej, kështu që teme që atem kështu me epizoda jo, po që morëm komente të mira dhe komente që na thojnë qashto është mirë për qëtë një e të tjera, po, sepse na ty e pasqyrojmë një familje që i kanë renet, po smerët kush me duke fëmijëve, nuk e kanë gojle, apo mësojnë, as po mësojnë, thjesht është një farë pyetje rutinë, ose që mundohen me i eduku, kinë se eduku, edhe gruja e blokon e mon burrin mshelën banesë të tutët që pe bën dytën, e të tjera. Pra, këtë janë pasqyrime në realitetit, e komentet i morën rreth kësaj që është i qëlluar me mirë pe bën e të tjera.
Kështu që i qëllum është, jo i shkoj po shumë të tjerë edhe për të cilë diskutum. Po. E unë nuk besoj që të komit bësh në sen, inshallah s'të komit. Jo, në rregull është. U takofshim për të mirë. Faleminderit që ke thot, shumë faleminderit. Faleminderit juve për ftesën, për mua ke kënaqësi, biseda ke e lirë, diskutum si me kon kështu tonight, jo që është në emision. Kështu që i harrum gjike na kamerat e lëshut për ndokës. Shumicën e kohës jam të harru, kështu që shumë faleminderit edhe për teje. Faleminderit juve. E mirë takofshim. Faleminderit. Kështu që miqtë e gazetës Demos dhe podcastit Të pa të bo, kaq keshim për këtë të diel, shihemi të dielën e ardhshme. Tung tung. Të po. Të bo. Të po. Të bo. Të po.